Përshëndetje, miq, ju përshëndes, unë Mimoza Elezi. Jemi në muajin qershor dhe muaji qershor është muaj i përgjakur i Çamërisë. Në këtë qershor përkujtojmë 82 vjetorin e masakrës Çame. Mbi masakrën Çame kanë folur dhe ka shkruar edhe historian të botës dhe studiues të botës. Çështja e masakrës së Çamërisë ka shkuar deri në Hagë, por sot për ju dua të shfaq diçka tjetër. Në përkujtimin e këtij 82 vjetori, dua të shfaq një përmbledhje që ka bërë docent doktor Mete Kan Kajnar, profesori i Universitetit Haxhitepe të Stambollit, dhe ai ka bërë një përmbledhje të gjerë mbi çështjen Çame. Profesori turk docent doktor Mete Kan Kajnar ka shkruar në këtë përmbledhje gjithashtu për dhunën dhe masakrimet greke ndaj popullit turk, ndaj popullit të Trakias dhe Çamërisë. Pasi ai ka bërë një përmbledhje të përgjithshme, tema e tij kryesore ka qenë masakra ndaj çamëve dhe do ta shikojmë së bashku se çfarë ka shkruar profesori turk. Këtë përmbledhje e bëj duke shfaqur me ju shkrimin origjinal të profesorit turk, duke e përkthyer ato në shqip që do e lexoj në shqip për juve. Këtu do të shikojmë masakrat ndaj çamëve. Do të shikojmë sa fshatet e Çamërisë zhduken. Do të shikojmë se si në konferencat e mëdha botërore u mor vendimi dhe Çamëria ju la Greqisë. Pra, do të shikojmë përmbledhje nga A deri në Z që profesori turk ka bërë mbi këtë çështje. Do të shikojmë masakrat ndaj çamëve. Një tragjedi moderne greke në Ballkan. Masakrat e ushtrisë greke ndaj shqiptarëve dhe shkruan, ja copëtuan trupin dhe u ahollën qenëve. Greqia zboi rreth 30.000 shqiptar çam përmes akteve të dhunës. Gjatë luftës, edhe Greqia pushton rajonin e Pirit jugor dhe e përfshiu atë në territoret e saj. Kjo zonë përbën pjesën më jugore të territoreve ku shqiptarët kanë qenë shumicë, si autoktone me përjardhje të lashtë lire. Pjesa e Pirit të Veriut ju la Greqisë duke përfshirë zonën nga Janina deri në Prevez e njohur si Çamëri. Rreth 85.000 shqiptar emigruan nga Greqia drejt Turqisë, ku shumica ishin nga Çamëria. Në qershor të vitit 1944, u kryen operacione të dhunshme në Çamëri. Bëhet fjalë për një dhunë ekstreme, ku përfshihen vrasje mizore, prerje të gjymtyrëve, vrasje të grave shtatzëna dhe të foshnjave. Dhe përshkrimi i docent doktor Mete Kan Kajnar në revistën ndërkombëtare të studimeve të vlerave akademike. Kjo është faqja zyrtare e revistës, është vëllimi 3, numri 9, faqja 79-93. Dhe kjo përmbledhje akademike mban këtë titull: Një tragjedi moderne greke në Ballkan. Masakra ndaj shqiptarëve të Çamërisë. Me të vërtetë është një shkrim dhe përmbledhje akademike me shumë vlerë që duhet të ndiqet nga të gjithë shqiptarët. Dhe kemi dhe referencat dhe gjithashtu kemi edhe burimet e përmbledhjeve që do të shikojmë në fund. Një tragjedi moderne greke në Ballkan. Masakra ndaj shqiptarëve të Çamërisë. Kemi parafjalën Greqia, duke filluar nga vitet 1950, nisi në Shqipër një fushat dhune, shtypjeje dhe masakrash me synim për të zhdukur turqit Çipriotë. Këto veprime përfundimisht morën përmasa që në ishull u cilësuan si genocid. Në mënyrë të ngjashme, në fillim të shekullit 20, rajoni i Epirit të Ballkan, megjithse popullsia vendase shqiptare e Çamërisë, e cila përbënte shumicën ndërmuese të banorëve, kundërshtoi këtë zhvillim, u shkëput nga Shqipëria me vendimet e konferencës së ambasadorëve në Londër të vitit 1913. Ky rajon u vendos në administrimin e shtetit grek, ndërsa shqiptarët e Çamërisë u konsideruan një pakicë etnike brenda Greqisë. Më pas, gjatë viteve të luftës së dytë botërore, kjo popullsi vendase u përball me një fat tragjik të shkaktuar nga grekët. Ky studim, duke shqyrtuar historinë politike dhe shoqërore të rajonit të Çamërisë dhe të popullit të saj, çamëve, do të analizojë ngjarjen e spastrimit etnik dhe masakrave të viteve 1944-1945, të cilat sipas autorëve u kryen ndaj këtij populli nga shteti grek. Qëllimi kryesor i këtij studimi është të hulumtojmë masakrat të cilat sipas autorëve arritin deri në përmasa gjenocidale, të kryera nga grekët ndaj shqiptarëve autokton të Çamërisë, që jetonin në rajonin e Çamërisë, pjesë e krahinës së Epirit, e vendosur midis Shqipërisë dhe Greqisë në pjesën perëndimore të Ballkanit, gjatë periudhës 27 qershor 1944 mars 1945. Për arritjen e këtij qëllimi, fillimisht do të paraqitet një vështrim i shkurtër mbi marrëdhëniet dhe problemet shqiptaro-greke gjatë shekullit 20. Më pas do të shqyrtohen rajoni i Çamërisë dhe shqiptarët e Çamërisë, të cilët ndodhen në qendër të mosmarrëveshjeve midis dy vendeve.
Në vijim do të analizohen shkaqet dhe hollësitë e masakrave të kryera ndaj shqiptarëve të Çamërisë nga grekët, ndërsa në fund do të paraqiten zhvillimet pas këtyre ngjarjeve dhe do të bëhet një vlerësim përfundimtar. Hyrja. Greqia, fillimisht nga viti 1821 deri në vitin 1922, plot 101 vite. Në emër të revolucionit, Epnastasis dhe me gali ideja e madhe, kreu masakra dhe akt që autorit I cilësojnë si genocid ndaj turqëve në More, Kretë, Rumeli, Maqedoni, Traki dhe Anadol. Gjatë luftës së dytë botërore, në emër të çlirimit, Apeleftherosis ndërmori veprime të ngjashme kundër shqiptarëve në Epir, ndërsa nga viti 1955 deri në vitin 1974, në emër të Enosis, bashkimi, kreu masakra dhe akte që autori I përshkruajnë si genocid ndaj turqëve shqipëriot në Qipëra. Rajoni I Epirit, greqisht Epirus ose Epirus, është emri I krahinës që shtrihet në pjesën perëndimore të Ballkanit, midis Shqipërisë dhe Greqisë, që ka qenë vazhdimisht burim mosmarrveshjesh për sovranitetin midis dy shteteve. Greqia, e cila hyri në procesin e shkëputjes nga perandoria osmane me kryengritjet e Mores të vitit 1821 dhe fitoi pavarësinë me protokollin e Londrës të vitit 1830, që nga ajo kohë deri më sot nuk ka hequr dorë nga politika e saj ekspansioniste, të udhëhequr nga politika e Megali Ideas, pra ideja e madhe. Megali Idea, e cila mund të përkufizohet si politika për të çliruar të gjithë helenët dhe për t'i bashkuar ata me Greqinë, përbën thelbin, zemrën dhe shpirtin e politikës së brendshme dhe të jashtme greke. Kur shqyrtohet historia e Greqisë moderne, vërehet se ajo ka ndjekur vazhdimisht një politikë zgjerimi territoriale dhe ka mbështetur realizimin e ëndrrës së Greqisë së madhe, e cila buron nga ideologjia e Megali Ideas. Sipas autorëve, hapësira gjeografike që përfshihej në vizionin e Greqisë së madhe, ose të ashtu quajtërës perandorie madhe bizantine, përfshinte Siçilinë, Shqipërinë e Jugut, Maqedoninë, Tërë Trakinë, ishujt e Egeut, Stambollin, Anadollin perëndimor, bregdetin lindor të detit të Zi, I paraqitur si shtet I pretenduar pontik grek, si në tokë ashtu edhe në det. Greqia ka ndërtuar politikën e saj të jashtme mbi bazën e Megali Ideas. Për këtë arsye, ajo ka përvetësuar politika që synojnë të bëhen fuqia dominuese në Ballkan, të fitojë epërsi ndaj Turqisë, të realizojë ëndrrën e Megali Ideas dhe nëpërmjet asimilimit të pakicave të pengojë reagime që mund të vinë nga shtetet amë të tyre. Brenda këtij kuadri të politikës së jashtme, sipas autorëve, çamët, vllehët, maqedonasit dhe hebrejtë që jetojnë në Greqi janë përballur me presion dhe politika asimiluese, ndërsa problemet me të cilat përballet pakica më e madhe në Greqi, turqit e Trakës perëndimore, paraqesin për masa edhe më të ndërlikuara. Me të vërtet, Greqia, e cila fitoi pavarësinë falë mbështetjes së fuqive të mëdha evropiane, nuk u mjaftua me territore që zotëronte, por ndoqi vazhdimisht një politikë ekspansioniste, në këtë kuadër që nga viti 1830 në shumicën e rasteve pa fituar luftëra, por duke përfituar nga çdo rast I mundshëm, ajo ka zgjeruar territorin e saj në dëm të perandorisë osmane, më pas të Turqisë, si edhe të shteteve fqinj si Shqipëria dhe Bullgaria. Në këtë kontekst, rëndësia kryesore e vitit 1863 për Greqinë ishte fakti se, për herë të parë pas pavarësisë, ajo arriti të realizonte një aneksim territorial Enosis duke hedhur hapa konkret drejt përmbushjes së synimeve të saj ekspansioniste. Marrëveshja për bashkimin e 7 ishujve janine me Greqinë u nënshkrua në Londër më 14 nëntor të vitit 1863, ndërmjet Britanisë së Madhe dhe Greqisë, ndërsa tërheqja e administratës britanike nga këta ishuj përfundoi në qershor të vitit 1864. Natyrisht, ky territori I parë I aneksuar nuk do të kënaqte Greqinë, dhe ajo do të vazhdonte me vendosmëri një politikë zgjerimi në dëm të vendeve fqinja. Në Ballkan, veçanërisht duke filluar nga shekulli 19, krahas fenomenit të bashkëjetesës paqësore dhe afrimit midis popujve në ndikimin e valës së nacionalizmit, filluan të shfaqeshin dukuri të diskriminimit, copëtimit dhe fragmentimit, të mbështetura në nxjerrjen në pat të dallimeve etnike, fetare, shoqërore, kulturore dhe karakteristikave të tjera lokale.
Këto dukuri filluan të prekin njëra pas tjetrës popujt dhe pakicat e Ballkanit, sigurët e dominos. Ballkani u ndikua më shumë nga aspekti negativ i këtyre fenomeneve, pra nga i dyti. Veçanërisht luftërat ballkanike, lufta e parë botërore dhe më pas lufta e pavarësisë së Turqisë, të cilat u zhvilluan në fillim të shekullit të 20, krijuan për Greqinë mundësi të mëdha për zgjerimin e territoreve të saj. Gjatë këtyre luftërave, sipas autorëve, Greqia kreu mizori të mëdha si ndaj jo muslimanëve, ashtu edhe ndaj turqëve, duke kryer masakra të shumta në Ballkan dhe në Anadol. Me të vërtetë, gjatë pushtimit të Anadolit në vitet 1919-1922, të cilën vetë grekët e quajnë katastrofa e madhe, Great Katastrofë, si edhe gjatë disfatës së ushtrisë greke në Anadol, ushtria poshtuese greke dhe një pjesë e popullsisë greke të Anadolit, sipas autorëve bashkëpunuan në kryerjen e akteve të rënda të dhunës kundër popullsisë turke. Si pasojë e këtyre veprimeve, mijëra civil të pafajshëm u vranë në mënyrë të pamëshirshme dhe u shkatruan gjithashtu qindra mijëra krerë bakëti të imta dhe të trasha. Për këtë arsye, sipas nenit 59 të Traktatit të Paqes së Lozanës, ku thuhet: Greqia pranon detyrimin për të riparuar dëmet e shkaktuara në Anadol nga ushtria ose administrata greke në kundërshtim me ligjet e luftës. Nga ana tjetër, Turqia, duke marrë parasysh gjendjen financiare të Greqisë si pasojë zgjatës së luftës dhe rezultateve të saj, heq dorë përfundimisht nga çdo kërkesë për dëmshpërblim që mund të paraqiste ndaj qeverisë greke. Greqia u shpall përgjegjëse për krime lufte dhe u detyrua të paguante dëmshpërblim material ndaj Turqisë. Greqia është gjithashtu një shtet që, duke filluar nga vitet 1950, zbatoi një shqiprodhunë, shtypje, masakra dhe sipas autorëve veprime çnjerëzore që arritën deri në përmasa gjenociale me synimin për zhdukjen e turqëve shqipëriot. Në këtë studim, në mënyrë të ngjashme shqyrtohet historia politike dhe shoqërore e rajonit të Çamërisë dhe e popullit të saj, çamëve, të njohur dhe si shqiptarët e Çamërisë, në shqip çamë, të cilët gjatë luftës së dytë botërore u përballën sipas autorëve me një fat tragjik. Veçanërisht analizohet ngjarja e spastrimit etnik dhe masakrave të viteve 1944-1945, të cilat sipas autorëve u kryen nga shteti grek ndaj këtij populli. Në fillim të shekullit 20, në Epir, shumicën dërmuese të popullsisë vendase e përbënin shqiptarët autokton të Çamërisë. Megjithëse ky popull kundërshtoi me vendosmëri me vendimet e konferencës së ambasadorëve në Londër të vitit 1913, Çamëria u shkëput nga Shqipëria dhe u nënshtrua sovranitetit të Greqisë. Autorët theksojnë se kjo ndodhi ndërmjet mbështetjes së fuqive të mëdha europiane dhe u shoqërua me aneksimin e rajonit nga Greqia. Në administrimin e shtetit grek, shqiptarët e Çamërisë u trajtuan si një pakicë etnike. Shqiptarët e Çamërisë në Shqipçamët është emërtim që u jepet shqiptarëve autokton me shumicë muslimane të cilët kanë jetuar në rajonin e Çamërisë, pjesë e krahinës së Epirit, në veriperëndim të Greqisë, brenda kufive të shtetit grek, deri në fund të luftës së dytë botërore, kur sipas autorëve u përballën me masakra të kryera nga grupe fanatike greke, të cilat morën përmasa gjenociale. Pjesa më e madhe e kësaj popullsie, pas ngjarjeve të vitit 1945, u detyrua të emigronte fillimisht në Shqipëri, ndërsa një pjesë tjetër u stërhua në Turqi. Në të vërtetë, gjurmët e këtij spastrimi etnik dhe të këtyre masakrave të cilat sipas autorëve Evropa nuk deshi të dëgjonte, mund të ndiqen që në vitin 1913. Përfaqësuesi britanik në Manastir, Craig, në një telegram dërguar Londrës më 11 dhjetor të vitit 1913, përshkruan masakrat e ushtrisë greke ndaj shqiptarëve dhe shkruan: Një i ri shqiptar luftoi me heroizëm nga minarja e një xhamie në fshatin Plasa, rreth 2 orë në veri të Korçës, derisa i mbaroi gjithë municioni. Pasi u kap, në vend që ta arrestonin, ja copëtuan trupin dhe u ahodhën qenve. Më pasi gjithë fshati Plasa u dogj dhe u shkatërua. Kjo tregonte se çfarë ishte në gjendje të bënte një komb i krishterë në shekullin 20. Po atë natë, gratë muslimane të Dishnicës, një fshat i vogël pranë Korçës, morën me vete fëmijët dhe të moshuarit. Dolën zbathur nga shtëpitë e tyre dhe, të kapluara nga paniku, u aratisën drejt qytetit tonë. Ato e dinin se do të kishin të njëjtin fat si fshatrat fqin, të cilët ishin pushtuar nga grekët
dhe ku ishin kryer mizori të papërshkrueshme. Shtëpitë e tyre plaçkiteshin, shumë prej tyre digjeshin dhe të tjerat rënoheshin. Ngjarjet që përshkrova më sipër janë të parëndësishme krahasuar me vuajtjet që nuk mund t'i shkruaj kurrë. Bota që e quan veten të krishterë duhet të habitet që një barbari dhe lakmi e tilla mund të vijë nga vetë vëllezërit e saj. Ato që prisim nga turqit e gjetëm shumë fish tek të krishterët. Dhe autori vazhdon me paragrafe dhe jemi tek paragrafi 2, një vështrim i shkurtër mbi marrëdhëniet Shqipëri-Greqi në shekullin 20. Një nga problemet më serioze që sjellin luftërat, të cilat çojnë në ndryshim të kufive dhe territorësh, është edhe çështja njerëzore që ndryshojnë në shtetësinë e tyre. Shtetet në përgjithësi nuk i shohin pozitivisht grupet etnike dhe pakicat që ndodhen brenda tyre. Interesi që këto grupe dhe pakica tregojnë për vendet e tyre me të cilat kanë lidhje të përbashkëta, shpesh nuk mirëpritet në vendet ku jetojnë. Grupet etnike dhe pakicat shihen si pika e dobët e një shteti. Gjithashtu, ato konsiderohen si një element dobësie në politikat që ai shtet ndjek ndaj shtetit tjetër. Ato janë gjithmonë një burim shqetësimi në politikat që synohen të zbatohen ndaj shtetit tjetër. Për shkak se grupet etnike dhe pakicat zakonisht shihen si një element dobësie për fuqinë kombëtare të shtetit ku jetojnë, shpesh hasit praktika e detyrimit të tyre për të larguar nga vendi ose, nëse kjo nuk është e mundur, e asimilimit të tyre brenda shtetit. Fakti që me një territor prej 19 milion kilometra katror, dikur tokë osmane, sot janë krijuar më shumë se 40 shtete, dhe se këto shtete shpesh i qasen Turqisë me qëndrime të largëta nga respekti, dashuria, bisnikëria dhe miqësia, duhet kërkuar pikërisht në këtë kontekst. Në ndikimin e këtij shqetësimi dhe këndvështrimi, në marrëveshjet e nënshkruara pas luftërave që shkaktuan ndryshime kufish, shpesh përfshihen edhe dispozita që synojnë mbrojtjen e këtyre njerëzve në çdo aspekt, me qëllim që grupet etnike dhe pakicat të mos dëmtohen, por më tepër si rezultat i perceptimit të mbrojtjes së pakicave si një nevojë e përbashkët. Janë krijuar edhe rregullime të veçanta ndërkombëtare shumë palëshe të pavarura nga rastet konkrete. Në këtë kuadër, kur përmenden Ballkani, padyshim gjëja e parë që vjen në mend është shumëllojshmëria etnike dhe konfliktet politike që sjell kjo shumëllojshmëri. Ballkani është rajoni më lindor i 3 gadishujve që shtrihen në Evropën jugore dhe zgjaten drejt Mesdheut. Termi shtet ballkanike përdoret gjithashtu për vendet që ndodhen në këtë gadishull dhe në zona gjeografike fqinje. Periudhat e para të formimit të shteteve ballkanike pothuajse gjithmonë janë realizuar jashtë vullnetit të plotë të vetë të këtyre popujve. Prandaj kufijtë e vendosur dhe struktura politike e krijuar kanë qenë shpesh jashtë objektivave politik, kulturor dhe psikologjik të popujve të rajonit. Për shembull, edhe pse Jugosllavia socialiste e krijuar në udhëheqjen e Titos për një kohë promovoi sloganin e vllazërisë së popujve në Ballkan, ky proces nuk zgjati shumë. Kjo sepse popujt e Ballkanit janë të prirur të reagojnë ndaj imponimeve të jashtme. Një për këtyre popujve janë edhe shqiptarët. Nuk do të ishte gabim të thuaj se në politikën e jashtme të Shqipërisë, vendin më të rëndësishëm është Greqia, sepse pas fitimit të pavarësisë së Shqipërisë, ndër shtetet me të cilat ajo ka pasur më shumë probleme në rajon, në krye qëndron Greqia. Në të dy shtetet kanë politika irredentiste, të pra zgjeruese me prejardhje historike, të shprehura si Greqia e Madhe ose Shqipëria e Madhe. Kur marrëdhëniet Shqipëri-Greqi shihen në këtë kontekst, vërehet se ato kanë qenë historikisht të luhatshme, por në përgjithësi kanë mbetur në nivele të ulëta, ku shpesh ka dominuar një armiqësi e përgjithshme. Shqipëria dhe Greqia, veçanërisht nga viti 1912, janë përballur me probleme të ndryshme. Në këtë kuadër, pakica greke që jeton në jug të Shqipërisë dhe emigrantët shqiptar që kanë shkuar në Greqi për arsye ekonomike kanë përbërë burimin kryesor të mosmarrëveshjeve midis dy vendeve. Këto dy shtete, të cilat vazhdojnë të përballen me çështjen si kufit detar, përcaktimi i shelfit kontinental dhe çështja e ishullit të Korfuzit, madje kanë qenë konflikte edhe gjatë luftës së dytë botërore. Dhe për këtë shkak, se nuk është nënshkruar një marrëveshje armëpushimi, gjendja e luftës midis tyre ka vazhduar edhe në mënyrë formale. Gjatë periudhës së luftës së ftohtë, gjendja teorike e luftës mes dy vendeve
ka vazhduar dhe vetëm në vitin 1987 kjo situatë është të përfunduar. Marrëdhëniet e dobëta midis dy vendeve kanë lindur veçanërisht për shkak të mosmarrëveshjeve kufitare të krijuara pas pavarësisë së Shqipërisë dhe çështjes së pakicave që jetojnë në të dy shtetet. Në të vërtetë, në çdo periudhë historike, pakicat kanë qenë subjekti i politikave shtetërore që variojnë nga integrimi i detyruar deri te gjenocidi. Në arenën ndërkombëtare, ato shpesh kanë funksionuar si një mjet i lirë diplomatik që përdoret për ndërhyrjen në punët e brendshme të shteteve. Në këtë kuadër, faktorët më të rëndësishëm që ndikojnë marrëdhëniet mes dy vendeve kanë qenë pakicat dhe emigrantët. Për shembull, ndërsa Greqia merret nga afër me pakicën greke në Shqipëri, ajo ka mohuar në mënyrë sistematike ekzistencën e pakicës shqiptare brenda territorit të saj që nga vitet 1940. Sot, shqiptarët që jetojnë në Greqi ndahen në 3 grupe: shqiptarët ortodoks, pra arvanitët, arvanites, shqiptarët e Çamërisë, Çamëria, dhe emigrantët shqiptarë që kanë shkuar në Greqi për punë pas periudhës së luftës së ftohtë. Një nga çështjet kryesore mes dy vendeve është edhe ajo ashtu quajtur çështja e Epirit të Veriut, për të cilën Greqia pretendon se është territor grek që duhet të merret, ndërsa Shqipëria pretendon se Epiri i Jugut, sot pjesë e Greqisë, është tokë shqiptare që duhet të rikthehet. Epiri i Veriut përbëhet nga jugu i Shqipërisë së sotme dhe pjesërisht nga territori brenda Greqisë, me qendër në qytetin e Janinës dhe përfshin edhe rajonin e Çamërisë. Ky është një nga treguesit kryesor të marrëdhënieve mes dy vendeve. Shqiptarët ndahen në 2 grupe kryesore dialektore, gegët në veri dhe toskët në jug, dhe çamet i përkasin grupit tosk. Po ashtu në jug të Shqipërisë jeton pakica greke, ndërsa në Greqi jetojnë emigrantët shqiptar që u vendosën atje pas krizës ekonomike të viteve 1990. Shqiptarët konsiderohen si një nga popujt më të vjetër të Ballkanit, me origjinë të lidhur me ilirët. Fakti që rreth 48% e shqiptarëve të Ballkanit jetojnë jashtë Shqipërisë krijon një situatë interesante për nacionalizmin shqiptar, pasi nga rreth 6 milion shqiptarë në rajon, vetëm 3,5 milion jetojnë në Shqipëri. Rreth 3 milion shqiptarë jetojnë në Kosovë, Maqedoni, Maltëzi dhe Greqi. Shqiptarët në Greqi ndahen në 3 grupe: arvanitët, arvanitasit, shqiptarët ortodoks, çamët, shqiptarët musliman të Çamërisë të quajtur nga grekët si shqiptarët e Thesprotisë, emigrantët shqiptarë që kanë ardhur pas luftës së ftohtë. Gjuha shqipe është ruajtur në Thesproti deri në ditët e sotme. Madje, para vitit 1939, në Filates edhe Paramithia flitet shqip. Shqiptarët e 2 kategorive të para në periudha të ndryshme janë përballur me dëbim, spastrime etnik ose asimilim nga shteti grek. Autoritetet e Athinës nuk e njohin identitetin e tyre etnik dhe sidomos për ortodoksët pretendojnë se janë grek, edhe pse disa prej tyre vete identifikohen si grek, kjo shpesh lidhet edhe me politikat e asimilimit. Ndërsa shqiptarët musliman të Çamërisë deri në luftën e dytë botërore përbënin shumicën në Epirin e Jugut dhe popullsia greke ishte pakicë në këtë zonë, gjatë ngjarjeve të vitit 1944, gjatë luftës civile greke, ata u përballën me masakra masive të cilat do të analizohen më në detaje në vijim. Të mbijetuaret si pasojë e pastrimit etnik u detyruan të ikin në Shqipëri dhe në vende të tjera. Pakica më e rëndësishme që jeton në Shqipëri, e cila konsiderohet si një nga vendet më fatlume të Ballkanit, për sa i përket çështjes së pakicave, është pakica etnike greke që jeton në jug të vendit. Rreth 60.000 persona me origjinë greke jetojnë në territorin shqiptar në rajonin e Epirit. Greqia pretendon se nuk ekziston një rajon i quajtur Epiri i Jugut dhe e konsideron këtë zonë si Epiri i Veriut. Sipas saj, Epiri i Jugut është një koncept që nuk ekziston sot, ndërsa Epiri i Veriut paraqitet si realiteti historik. Ndërkohë Shqipëria bëron qëndrimin se Epiri i Jugut ekziston sot, ndërsa Epiri i Veriut nuk ekziston. Greqia, duke shtuar pretendimet e saj, pohon se brigjet jugore të Shqipërisë dhe toka pjellore të saj i përkasin historikisht asaj dhe e mbron këtë qëndrim në çdo forum ndërkombëtar. Sipas regjistrimit osman të vitit 1908, popullsia e Çamërisë ishte 73.000 banor. Prej tyre 93% ishin shqiptar, ndërsa pjesa tjetër përbëhej nga grekët, vëllezër dhe rom. Në fillim të luftës së parë botërore, rreth 50% e shqiptarëve të Çamërisë ishin musliman, ndërsa 50% i përkisnin besimit ortodoks. Megjithatë, pas luftës së parë botërore, prania e kësaj popullsie shqiptare që përbënte 93% të rajonit,
ul në rreth 50%. Pas luftës përmes reformës toksore në Çamëri, tokat e shqiptarëve çam u konfiskuan. Kjo reformë nuk u zbatua ndaj grekëve. Në kuadër të një politike tipike historike të njohur si loja angleze, ose ndryshe Përça dhe Sundo, gjatë konferencës së Londrës të vitit 1913, Greqia kërkoi të njiheshet si qytetare të saj edhe shqiptarët ortodoks, por këto kërkesa nuk u pranuan. Si rezultat, rreth 35.000 persona që flisnin greqisht në zonat e Gjirokastës dhe Korçës ju dhanë shtetit të sapoformuar të Shqipërisë. Sipas autorit, në çdo rajon ku Britania ka pasur ndikim dhe më pas është tërhequr, ajo ka lënë pas probleme etnike, politike, ekonomike dhe kulturore. Ky fenomen përshkruhet si plaga britanike, e cila konsiderohet si një nga faktorët më të rrezikshëm të historisë politike. Në të kundërt të rajonit Çamërisë, ku flitet shqip, ju dha Greqisë. Vendimet e konferencës së Londrës quan në fillimin e mosmarrëveshjeve kufitare midis Shqipërisë dhe Greqisë. Këtë e shkruan dhe Smith në vitin 1999. Kështu, Epiri u nda në dy pjesë dhe u vendos nën kontrollin e dy shteteve. Epiri, në greqisht Epirus, është një rajon në pjesën perëndimore të Greqisë që përfshin një popullsi të rëndësishme shqiptare. Në fakt, kjo zonë përkon me rajonin historik të Çamërisë. Sipas autorit, grekët me qëllim largimin e plotë të shqiptarëve çam nga ky territor, gjatë luftës së dytë botërore kryen ngjarjet e njohura si masakrat ndaj shqiptarëve të Çamërisë, por nuk arritën të realizonin plotësisht dëbimin e tyre nga rajoni. Megjithëse Greqia nuk i pranoi plotësisht këto vendime, ajo detyrua të njohë kufirin Shqipëri-Greqi të përcaktuar në protokollin e Firencës me 17 dhjetor të vitit 1913. Në kundërshtim me këto marrëveshje, Greqia ndërmori veprime si plaçkitje, shkatërim dhe masakra për të detyruar shqiptarët e zonës të emigronin. Shqiptarët e Çamërisë, të njohur edhe si Çamë ose muslimanët e Çamërisë, kanë jetuar në këtë zonë që nga periudha pas luftërave ballkanike. Sipas protokollit të Firencës së datës 17 dhjetor 1913, i përgatitur nga komisioni që përcaktoi kufitë e Shqipërisë në konferencën e Londrës, pjesa e Epirit të Veriut ju la Greqisë duke përfshirë zonën nga Janina deri në Prevez, e njohur si Çamëri. Në prill të vitit 1916, me një vendim shtetëror, Greqia e shpalli jugun e Shqipërisë si pjesë të territorit të saj. Më pas, në fund të vitit 1918, ajo ju drejtua konferencës së paqes në Paris, duke kërkuar edhe Epirin e Veriut. Konferenca e paqes në Paris, e hapur me 18 janar 1919, me pjesëmarrjen e 32 shteteve, nuk i pranoi këto kërkesa dhe status quo-ja e ruajtur deri në fillimin e luftës së dytë botërore. Në fillimin e luftës së dytë botërore, Italia pushtoi Shqipërinë në vitin 1939 dhe në tetor 1940 sulmoi Greqinë. Greqia, duke përfituar nga situata, pushtoi Gjirokastën dhe Korçën, duke tentuar të realizojë kërkesat e vitit 1913. Rajoni i Epirit mbeti nën kontrollin grek deri në vitin 1944, kur kaloi në duart e gjermanëve. Më pas, forcat e rezistencës greke dhe partizanët komunistë shqiptar në bashkëpunim dëbuan gjermanët nga rajoni. Me largimin e gjermanëve nga rajoni, rreth 25.000 shqiptar çam që jetonin në rajonin e Çamërisë u dëbuan me forcë në Shqipëri nga grekët, me arsyetimin se kishin bashkëpunuar me gjermanët. Një tjetër interpretim për këtë ngjarje është si vijon. Greqia, me arsyetimin se kishin bashkëpunuar me forcat pushtuese italiane, pas vitit 1945 dëboi rreth 30.000 shqiptar çam përmes akteve të dhunës. Regjimi i ri i krijuar në Shqipëri ju përgjigj kësaj situate duke i ofruar ushtrisë komuniste greke një bazë në prapavije gjatë luftës civile greke. Ndërkohë Greqia e përshkallëzoi tensionin duke e sjellë një rendite çështën e Epirit të Veriut. Ushtria greke, e cila përpiqet të pengonte anëtarësimin e Shqipërisë në organizata ndërkombëtare gjatë luftës civile greke të vitit 1943-1949, e cila në thelb ishte një konflikt midis të djathtës dhe të majtës dhe ndikimet e së cilës u ndjen deri në vitin 1955, EUDES 1995, pra këtë e shikojmë edhe në shkrimin e EUDES të vitit 1995, në fund të saj përdori të ashtu quajturën të drejtën ndjekje të nxehtë dhe në vitin 1945 hyri në territorin e Shqipërisë.
kjo situatë çoi në zgjatjen për shumë vite të problemeve mes dy vendeve. Një pjesë e madhe e shqiptarëve musliman çam që jetonin në Greqi u dëbua nga vendi gjatë viteve 1946-1949, pas përfundimit të luftës civile. Këta persona të vendosur në Shqipëri që nga fillimi i viteve 1990 kanë kërkuar kompensim për pronat dhe pasuritë e tyre të mbetura në Greqi. Megjithatë, Greqia nuk ka treguar asnjë qasje pozitive ndaj këtyre kërkesave, madje nuk ka dhënë as përgjigje. Siç shihet, ndër problemet kryesore midis Shqipërisë dhe Greqisë është çështja e pakicave, e lidhur ngushtë me të ashtu quajtur çështja e Pirit të Veriut, ku autorët kryesorë të kësaj çështje janë shqiptarët musliman të Çamërisë. Kush janë këta çamet me të cilët autorët kanë hasur për herë të parë gjatë punës në arkivat shtetërore britanike në Londër në vitin 2000? Çfarë problemesh kanë përjetuar ata veçanërisht në shekullin 20? Tani kjo çështje do të trajtohet në vijim. Dhe jemi në paragrafin e 3 të përgatitur nga profesor Dr. Mete Kan Kajnar dhe vazhdon. Historia gjithmonë shkruhet nga të fortët, prandaj të fortët e shkruajnë historinë ashtu siç u leverdis atyre. Për të fortët historia është gjithmonë një mjet për të vërtetuar të drejtën e tyre dhe domosdoshmërinë e veprimeve të tyre. Sot, në të gjithë librat e historisë në botë, luftërat dhe zhvillimet historike tregohen në mënyrë krejtësisht të ndryshme dhe shpesh të kundërta me njëra tjetrën. Disa luftëra, masakra dhe madje edhe disa popuj e komunitete nuk pranohen fare në faqet e historisë. Ata fshihen nga historia, zhduken nga kalendarët, sepse ekzistenca e tyre nxjerr në pat të vërteta që mbulohen nga vlerat e lavdëruara dhe nga morali i shenjtëruar, prandaj ato fshihen nga të tjerët. Çamëria dhe populli i saj çamët, të njohur si dhe Çamëria, janë shembull i tillë. Çamëria nuk është një emër i sajuar i një qyteti, i një shteti në një film historik apo në një lojë kompjuteri. Çamëria nuk është as emri një ishulli në një oqean të largët. Çamëria është një rajon në Ballkan, pranë Evropë, madje brenda kufive të një vendi anëtar të Bashkimit Evropian, që shpesh theksohet si vendlindja e demokracisë. Banorët e saj e quajnë veten Çam dhe territorin e tyre Çamëri. Sipas një besimi, termat Çam dhe Çamëri rrjedhin nga lumi Qiami, i cili kalon nëpërmes të rajonit. Më vonë emri i këtij lumi është ndryshuar në Kalama. Për çamet janë përdorur edhe termat Çamidhes dhe muslimanët e Çamërisë. Megjithatë, për origjinën e fjalës Çamëri nuk mund të thuhet me siguri asgjë e prerë. Ekzistojnë shumë mendime të ndryshme, ndërsa dy prej tyre duken më të rëndësishme dhe më logjike. Sipas një mendimi, fjala Çamëri vjen nga ndryshimi i emrit të lashtë të lumit Qiamis, që kalon në mes të rajonit, pra nga evolimi i fjalës Çam. Ky emër gjendet më shumë harta të vjetra romake dhe helene. Sipas studiuesit gjerman Fallmerayer, fjala Çam ka origjinën nga turqishtja dhe do të thotë pyll i mbuluar me pisha. Në Ballkan, në fillimin e studimit të perandërisë osmane nga viti 1383, Shqipëria u vendos në administrimin osman nga viti 1517 deri në vitin 1912. Gjatë viteve 1517-1912, Shqipëria konsiderohej si një vilajet relativisht i qëndrueshëm, por me kalimin e kohës filloi të formonte një unitet më të fortë. Me rastin e kryengritjeve ballkanike në udhëheqjen e intelektualëve, Shqipëria shpalli pavarësinë me 28 nëntor 1912 dhe kufit e saj u përcaktua në konferencën e Londrës më 10 korrik 1913. Shqipëria, gjatë gjithë historisë së saj, ka përjetuar një tjetër pushtim gjatë luftës së parë botërore, kur u pushtua me radhë nga Italia, Greqia dhe Serbia. Midis dy luftarave botërore, ajo arriti të mbetet e pavarur, por në vitin 1939 u pushtua sërish nga Italia. Gjatë luftës, edhe Greqia pushton rajonin e Pirit jugor dhe e përfshiu atë në territoret e saj. Gjeografikisht, Çamëria sot ndodhet në veri perëndim të shtetit grek, në rajonin e Epirit, i cili njihet edhe si pjesë e Ilirisë së lashtë. Ky rajon shqiptar më parë ishte i njohur si vilajeti Çamërisë, në kuadër të administratës osmane dhe përbënte zonën bregdetare të jugut të Shqipërisë. Qendra kryesore ishte Janina, ku kishte si qendër të rëndësishme Mërgëlliqin. Në greqisht quhet Margariti. Çamëria, me një sipërfaqe rreth 10.000 m2, në literaturën njihet edhe si Epiri i Jugut, ndërsa banorët e saj shpesh quhen Epiriot. Kjo zonë përbën pjesën më jugore të territoreve ku shqiptarët kanë qenë shumicë.
Në këto rajone ndodhet qytetet si Parga, Preveza, Gumenica, Mërgëlliqi, Filati, Paramithia dhe Filipiada. Gadishulli i Prevezës, përveç se një nga tokat më pjellore të Greqisë, është edhe një zonë me rëndësi strategjike, pasi shërben si lidhje afërt me Evropën. Çamëria, ose siç e quajnë grekët Thesprotia, është emri i zonës që shtrihet nga brigjet e detit Jon deri në malet e Jonit në lindje dhe deri në gjirin e Prevezës në jug. Popullsia shqiptare në këtë rajon konsiderohet si autoktone me përjardhje të lashtë lire. Komunitetet shqiptare janë vendosur kryesisht përgjatë Bregdetit deri në gjirin e Prevezës. Një pjesë tjetër e rëndësishme jeton në fshatrat dhe qytetet përgjatë të dy brigjeve të lumit Kallama. Disa shqiptare kanë zgjedhur të jetojnë në zonat më të thella dhe malore. Terreni i thyer ka ndihmuar në ruajtjen e vetëdijes së komunitetit shqiptar ndër shekuj. Shqiptarët e Çamërisë, të njohur edhe si Çamë ose muslimanët e Çamërisë, kanë jetuar në këtë zonë që nga periudha pas luftërave ballkanike. Sipas protokollit të Firencës të datës 17 dhjetor 1913, i përgatitur nga komisioni që përcaktoi kufitë e Shqipërisë në konferencën e Londrës, pjesa e Epirit të Veriut ju la Greqisë duke përfshirë zonën nga Janina deri në Prevezë e njohur si Çamëri. Shumica e shqiptarëve të Çamërisë janë musliman, që nga përfshirja e Epirit të Jugut në territorin grek, politika shtetërore greke ka ndjekur politika shtypëse ndaj kësaj popullsie. Fillimisht, 72 persona të njohur nga ky komunitet u dërguan në Janinë dhe u vranë, ndërsa disa të tjerë u dubuan në ishullin e Kretës. Më vonë, Greqia tentoi të përfshinte muslimanët Çam në shkëmbimin e popullsisë me Turqinë, por ata e kundërshtuan këtë duke u referuar marrëveshjeve ndërkombëtare. Komisionet ndërkombëtare vendosën shqiptarët musliman të Epirit të përjashtoheshin nga ky shkëmbim. Megjithatë, pavarësisht vendimeve ndërkombëtare, mijëra Çam u detyruan të largoheshin dhe u konfiskuan pronat e tyre. Sipas të dhënave historike, midis viteve 1913-1944, rreth 85.000 shqiptar emigruan nga Greqia drejt Turqisë, ku shumica ishin nga Çamëria. Një pjesë e madhe e tyre u vendosën në rajon e Marmaras, Egeut dhe Mesdheut në Turqi. Pas luftës së parë botërore dhe gjatë periudhës së pas luftës, këto migrime të detyruara dhe vullnetare çuan në uljen e numrit të shqiptarëve në Greqi. Me marrëveshjen e Lozanës dhe shkëmbimin e popullsisë greko-turke, Greqia përfitoi nga termi musliman dhe përfshiu edhe shqiptarët musliman në procesin e dëbimit drejt Turqisë. Si pasojë, zona e Çamërisë u boshatis nga shqiptarët, ndërsa në vend të tyre u vendosën grupe të tjera popullsie. Në të njëjtën kohë, shqiptarët ortodoks u përballën me proces asimilimi. Qeveria shqiptare ju detytua lidhjes së kombëve për këtë shkelje të së drejtës ndërkombëtare, por pavarësisht ndërhyrjeve, autoritetet greke vazhduan presionin për shpërnguljen e popullsisë muslimane shqiptare. Në rajonet si Janina, Preveza, Lura, Konica, Filipiada dhe Çamëria që u prekën nga këto lëvizje. Në përfundim, politika greke në këtë periudhë u karakterizua nga largimi me forcë shqiptarëve musliman dhe përpjekjet për asimilimin e shqiptarëve ortodoks. Në vitin 1936, me ardhjen në pushtet të forcave fashiste në Greqi, shtypja ndaj popullsisë Çame u rrit ndjeshëm. Gjendja e shqiptarëve që kishin mbetur në Çamëri u përkeqësua dhe më shumë me ardhjen e qeverisë së Ioannis Metaksas. Gjuha shqipe u ndalua, ndërsa muslimanët shqiptar dhe ortodoksët shqiptar u nxitën kundër njëri tjetrit. U vendosën taksa të rënda dhe me qëllim ndryshimin e përbërjes demografike të rajonit, në fshatrat ku jetonin Çamët u vendosën popullsi greke. Emrat e vendbanimeve shqiptare u ndryshuan në emra grek, u kryen arrestime, konfiskime pronash, dëbime dhe presione për emigrim drejt Turqisë dhe Shqipërisë. Gjatë periudhës së regjimit të 4 gushtit 1936, kur generali Metaksas shpalli diktaturën, në Epir u ndoq një politikë për ndryshimin e përbërjes së popullsisë. U sollën banorët grek në zonat shqiptare dhe u ndryshuan emrat e vendbanimeve. Intelektualët shqiptarë u arrestuan ose u dëbuan, ndërsa pronet e tyre dhe të banorëve të thjeshtë u konfiskuan pa arsye ligjore. Këto masa justifikoheshin me qëllimin e helenizimit të popullsisë. Sipas Metaksas, njerëzit ekzistojnë në mënyrë fizike, por shpirtërisht lidhen me kombësinë e tyre, duke e parë atë si një faktor natyror dhe të pandashëm.
Në vitin 1941, lideri i shqiptarëve të Çamërisë, Davut Hoxha, u vra nga policia greke. Pas shpërthimit të luftës së dytë botërore, kur Greqia shpalli mobilizimin të përgjithshëm, edhe shqiptarët çam si qytetarë grek kërkuan të armatosësh për të luftuar armikun e përbashkët. Megjithatë, autoritetet greke nuk u dhanë armë, por i përdorën në punë ndërtimore, duke i përjashtuar nga ushtria. Gjatë pushtimit italian, autoritetet greke nga frika e reagimit të shqiptarëve arrestuan në masë meshkujt mbi moshën 14 vjeçare dhe i dërguan në kampe përqendrimi në ishujt Lesbos, Chios dhe në Korinth. Si pasojë në Çamëri mbetën vetëm gra të moshuara dhe fëmijë, të cilët u përballen me dhunë, plaçkitje dhe përdhunime. Edhe sot të kësaj dite, në disa zona thuhet se ekzistojnë varre masive nga këto ngjarje. Në vijim do të trajtohet me hollësi kjo ngjarje tragjike. Vazhdojmë me episodin e 4 të përmbledhur nga docent doktor Mete Kan Kajnar. Masakra dhe shtypja ndaj shqiptarëve të Çamërisë. Për të kuptuar mënyrën se si sot shihet Ballkani, duhet të reflektohen edhe mendimet e historianëve si Ilber Ortaylı, i cili thekson se pas fatkeqësisë të vitit 1912, mijëra njerëz nga Ballkani u vendosën në Anadol si refugjatë. Ai kritikon idenë se historia duhet harruar dhe shprehet se, në realitet, asnjë popull nuk e harron të kaluarën dhe se është e pamundur të ecet përpara pa e njohur atë. Sipas tij, luftërat ballkanike përfaqësojnë një tragjedi të madhe të historisë së afërt dhe një pjesë e popullsisë turke e ka përjetuar këtë fatkeqësi. Nga fillimi i viteve 1800 e deri në fillim të shekullit të 20, historia e Ballkanit është shënuar nga konflikte të shumta, dëbime të detyruara dhe vdekje masive të popullsive të ndryshme, veçanërisht atyre të identifikuara si turke ose muslimane. Gjatë luftës së dytë botërore, Greqia u përball me pushtime nga Italia, Gjermania dhe Bullgaria, si dhe me një luftë civile të brendshme. Gjatë kësaj periudhe, pakicat në Greqi u akuzuan shpesh nga autoritetet greke për bashkëpunim me forcat pushtuese si italianët dhe gjermanët. Në këtë kontekst, disa organizata të formuara gjatë luftës, si YBE, mbrojtësit e Greqisë Veriore, dhe më pas PAO, organizata pan-helenike çlirimtare, në ndërtimin e majorit Yanis Papathanasiou, kanë bërë akuzat të rënda ndaj disa komuniteteve etnike. Sipas këtyre akuzave, shqiptarët e Çamërisë, vëllezërit e rajonit, Pindus, Kozani, Veroia, Maqedonasit, armenët dhe madje edhe disa grek janë konsideruar si bashkëpunëtor të forcave italiane ose gjermane gjatë pushtimit. Megjithatë, duke theksuar se këto pretendime janë shumë të diskutueshme dhe nuk mund të konsiderohen të plota apo plotësisht të sakta, pasi në periudha lufte në çdo komunitet etnik mund të ketë pasur raste individuale bashkëpunimi për arsye të ndryshme, por jo si një qëndrim i përgjithshëm i gjithë popullsisë. Përkundër kësaj, edhe vetë PAO në atë periudhë akuzohej shpesh se ishte organi i qeverisë kukull në Athinë dhe pushtuesve gjerman dhe italian, për shkak të rolit të ministrave të saj në administratën e kontrolluar nga pushtuesit. E vërteta është se gjatë luftës së dytë botërore, në këtë rajon jetonte një popullsi e konsiderueshme shqiptare muslimane. Një pjesë e këtyre shqiptarëve dhe grupeve të tjera etnike kishin kontakte të afërta me Elasin, ushtria popullore çlirimtare greke. Sipas vet Elasit, synimi ishte bashkëjetesa dhe bashkëpunimi i popujve të Ballkanit dhe në disa raste kërkoi bashkëpunim kundër pushtuesve. Në disa dokumente të atribuara, Elasit përmenden zona të ndryshme si Gramos, Konica, Florina, Kastoria, Manastir, Gjevgjeli, Korica, Argjirokastra dhe Çamëria, si rajone ku mund të zhvillohej bashkëpunim mes popullsive shqiptare, maqedonase dhe greke. Megjithatë, shqiptarët e Çamërisë u përballën me një propagandë shumë negative, duke u akuzuar si bashkëpunëtor të armikut. Kjo situatë u shfrytëzua gjatë periudhës së luftës së dytë botërore dhe luftës civile greke, ku në rajon vepronin edhe forca të ndryshme të armatosura. Në këtë periudhë, disa grupe nacionaliste dhe antikomuniste greke, si EDES, në drejtimin e generalit Napoleon Zerva, luftonin kundër forcave komuniste Elas, por njëkohësisht kryenin edhe operacione kundër popullsive jo greke, përfshirë shqiptarët e Çamërisë. Sipas disa raporteve dhe burimeve të kohës, në qershor të vitit 1944, u kryen operacione të dhunshme në Çamëri, të cilat u shoqëruan me vrasje dhe dëbime masive të popullsisë shqiptare muslimane.
Këto ngjarje përmenden në historiografinë e rajonit si pjesë e një periudhe të dhunshme lufte, ku Ballkani ishte i përfshirë në konflikte të shumta, përballje ideologjike dhe përplasje etnike. Në të njëjtën kohë, edhe forca të ndryshme politike greke luftonin mes tyre, ndërsa disa prej tyre bashkëpunonin ose përplaseshin me forca gjermane në faza të ndryshme të luftës. Si rezultat, popullsia civile në shumë zona përfshirë Çamërinë u gjendë në një situatë të rëndë, duke u bërë viktimë e konfliktit të përgjithshëm të luftës dhe tensioneve politike të kohës. Spastrimet dhe dhuna ndaj shqiptarëve të Çamërisë me qëllim spastrim etnik filluan me 27 qershor 1944, ditën e Shën Bartolomeut. Sipas këtyre të dhënave bëhet fjalë për një dhunë ekstreme, ku përfshihen vrasje mizore, prerje të gjymtyrëve, vrasje të grave shtatzëna dhe të foshnjave. Gjithashtu përmenden raste të nxjerrjes të syve, prerjes së hundëve, të veshëve, si pasojë të brenda 24 orëve në paramithia janë vrarë mbi 600 persona. Midis 27 qershorit 1944 dhe marsit 1945, sipas këtyre burimeve, në Filat janë vrarë 1286 persona, në Gumenicë dhe rrethinat 192 persona, ndërsa në Margëlliç dhe Parga 626 persona. Përveç këtyre përmenden edhe qindra persona të zhdukur në rrethana të panjohura. Sipas dokumenteve të cituara, në të gjithë Çamërinë, nën komandën e generalit Napoleon Zervas dhe forcave të Edesit, janë vrarë 3242 civil, 2900 burra të moshuar dhe të rinj, 214 gra dhe 96 fëmijë. Gjithashtu përmenden 745 gra të përdhunuara, 76 gra të rrëmbyera dhe 32 fëmijë në moshën 3 vjeç të vrarë. Se 68 fshatra u shkatëruan plotësisht dhe rreth 5800 shtëpi dhe objekte fetare përfshirë xhami u dogjën dhe u shkatëruan, ndërsa pronat e banorëve u plaçkitën. Sipas këtij teksti, generali Napoleon Zervas u emërua në vitin 1947 në postin e ministrit të rendit publik dhe të brendshëm, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës shprehin shqetësim për këtë emërtim për shkak të dyshimeve mbi bashkëpunimin e tij gjatë luftës me forca gjermane. Dhe autori e ka bërë përshkrimin e tij të ndarë në pjesë të ndryshme. Tani jemi në pjesën e 5 dhe shikojmë zhvillimet pas ngjarjeve të dhunës ndaj shqiptarëve të Çamërisë. Docent doktor Mete Kan Kajnar shkruan: pas ngjarjeve të dhunshme, çamët që arritën të mbijetonin u organizuan dhe në shtator të vitit 1945 zhvilluan kongresin e dytë të Çamërisë në Vlorë. Në këtë takim morën pjesë edhe përfaqësues britanik, rus dhe jugoslav, të cilët pavarësisht se pa në gjendjen e rëndë të popullsisë, nuk ofruan mbështetje konkrete apo zgjidhje. Për mijëra çam të mbetur pa shtëpi dhe në kushte të rënda, u dha vetëm një ndihmë e kufizuar financiare. Më vonë çështja u diskutua dhe në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Delegacioni grek në një fjalim të mbajtur më 17 shkurt 1947 i paraqiti ngjarjet në mënyrë që akuzonin çamët si bashkëpunëtor të pushtuesve dhe si një minoritet që kishte vepruar kundër shtetit grek gjatë luftës. Në të njëjtin fjalim u pretendua se çamët ishin përfshirë në veprime armiqësore gjatë luftës dhe se një pjesë e tyre kishte bashkëpunuar me forcat italiane dhe gjermane. Gjithashtu, u argumentua se shumë prej tyre ishin larguar drejt Shqipërisë ose kishin ndjekur forcat komuniste gjatë tërheqjes së tyre. Pas luftës së dytë botërore, çështja e Çamërisë u trajtua edhe në konferencën e paqes në Paris në vitin 1947. Komisioni ndërkombëtar i hetimit i OKB-s pranoi se gjatë viteve 1944-1945 kishte pasur dhunë dhe presion ndaj popullsisë shqiptare të Çamërisë. Megjithatë, pavarësisht këtyre zhvillimeve, situata e çamëve nuk u zgjidh. Sipas burimeve të ndryshme, në Greqi vazhdoi të jetonte një numër i konsiderueshëm shqiptarësh çam, ndërsa shteti grek nuk i njihte si minoritet dhe nuk i jepte të drejta gjuhësore apo arsimore në gjuhën shqipe. Pas vitit 1945, autoritetet greke ndryshuan strukturën demografike të rajonit, duke vendosur popullsi të re greke dhe grupe të tjera etnike në zonë. Shqiptarët ortodoks që mbeten nuk u trajtuan si komunitet i veçantë dhe u përballën me mungesën të drejtave kulturore dhe gjuhësore. Shumica e çamëve musliman u detyruan të largoheshin drejt Shqipërisë dhe një pjesë drejt Turqisë. Ata që mbetën u përballën me asimilimin dhe kufizimin në përdorimin e gjuhës shqipe. Pronat e tyre u shpërndan dhe u përdorën nga popullsia e re e vendosur në rajon.
Në dekadat pasuese, pasardhësit e çamëve të dëbuar kanë kërkuar kthimin e pronave ose dëshpërblim për pasuritë e humbura, por këto kërkesa nuk janë pranuar. Për këtë arsye, çështja e çamërisë mbetet ende e pazgjidhur. Në maj të vitit 1992, ish kryeministri grek Konstantinos Mitsotakis, gjatë një vizite në Shqipëri, në një fjalim të mbajtur në Tiranë, deklaroi se shqiptarët e çamërisë kishin bashkëpunuar me pushtuesit italian dhe gjerman, se konsideroheshin kriminal lufte dhe për këtë arsye ishin dënuar sipas ligjeve greke, duke shtuar se nuk do të lejohej kthimi i tyre në Greqi. Megjithatë, sipas këtij teksti, shqiptarët e çamërisë nuk kanë bashkëpunuar me pushtuesit, por përkundrazi kanë qenë viktimë të tyre. Bashkëpunimi me pushtuesit ka qenë një fenomen i pranishëm në shumë vende të pushtuara gjatë luftës së dytë botërore. Për shembull, në Greqi rreth 30.000 persona janë akuzuar për bashkëpunim, përfshirë dhe figura ushtarake si generali Rallis, por ata më vonë janë amnistuar përmes një falje të përgjithshme. Nga ana tjetër, një pjesë e madhe e shqiptarëve të çamërisë sipas këtij burimi kanë qenë ndër të parët që kanë bashkëpunuar me rezistencën antifashiste EAM-EDAS kundër pushtuesve. Gjithashtu, dokumentet gjermane thuhet se tregojnë se generali Napoleon Zervas, i cili akuzohet për masakrën ndaj çanëve, ka bashkëpunuar me Gestapon. Prandaj shqiptarët në Greqi, qofshin sham që mbijetuan pas masakrave, qofshin arvanitas ortodoks apo emigrant nga Shqipëria, sipas këtij teksti vazhdojnë të jenë viktima të diskriminimit dhe politikave të asimilimit për shkak të një qëndrimi të quajtur albanofobi. Çështja e çamërisë, sipas këtij interpretimi, lidhet si me pronat dhe të drejtat e konfiskuara, ashtu edhe me mungesën e të drejtave politike, sociale dhe kulturore të shqiptarëve në Greqi, duke krijuar një pabarazi të theksuar në marrëdhëniet greko-shqiptare, pavarësisht faktit se kjo ndodh brenda një shteti anëtar të Bashkimit Evropian. Shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, sipas rregullave ligjore të Unionit, zhvillojnë një intervale të rregullta regjistrimit të popullsisë. Në këtë kuadër, viti 2011 ishte një vit regjistrimi për Bashkimin Evropian dhe vendet kandidate dhe ato potencialisht kandidatë të Ballkanit Perëndimor duhet të zhvillonin regjistrime të tilla në këtë periudhë. Megjithatë, ndërsa në vendet e Bashkimit Evropian regjistrimi i popullsisë nuk përbën zakonisht çështje politike të ndjeshme, në vendet e Ballkanit ai hap shpesh debate mbi identitetin etnik. Prandaj, për arsye politike dhe lokale, në disa vende të rajonit regjistrimet nuk u zhvilluan ose u shtyn. Me rastin e Greqisë dhe Shqipërisë, regjistrimet e popullsisë kanë një rëndësi të veçantë. Gjatë luftës së parë botërore, Greqia pushtoi jugun e Shqipërisë dhe në prill të vitit 1916 shpalli këto territore pjesë të Greqisë. Shqipëria i riktheu këto zona në kontroll vetëm pas nëntorit të vitit 1921. Edhe pse integriteti territorial i Shqipërisë u ruajt, kjo periudhë historike nuk u harrua dhe ndikoi në marrëdhëniet mes dy vendeve. Për këtë arsye, autoritetet shqiptare më vonë kanë treguar shpesh kujdes dhe dyshim ndaj minoritetit grek në jug të vendit. Në periudhën pas komunizmit, një nga shqetësimet kryesore të Shqipërisë ka qenë frika nga pretendimet e nacionalistëve ekstrem grek për bashkimin e jugut të Shqipërisë me Greqinë, si dhe kërkesat për autonomi të minoritetit grek në atë zonë. Në procesin e përgatitjes së regjistrimit të vitit 2011, zhvillimet treguan se çështja e minoritetit grek në Shqipëri vazhdon të ketë potencial për tensione në marrëdhëniet mes Tiranës dhe Athinës. Sipas regjistrimit të vitit 1989, numri i minoritetit grek në jug të Shqipërisë ishte rreth 59.000 persona. Megjithatë, pala greke ka pretenduar se ky numër është më i madh, duke argumentuar se në atë periudhë nuk ishte e mundur shpreha e lirë e identitetit etnik. Madje janë bërë edhe pretendime se greket përbëjnë deri në 12% të popullsisë së Shqipërisë. Për shkak të këtyre pretendimeve historike të Greqisë ndaj jugut të Shqipërisë, në Shqipëri ekziston një ndjeshmëri e vazhdueshme ndaj çështjes së minoritetit grek. Një element interesant është fakti që Greqia, ndërsa merret ngushtë me minoritetin grek në Shqipëri, në të njëjtën kohë nuk e pranon ekzistencën e një minoriteti shqiptar brenda territorit të saj që nga vitet 1940. Sot shqiptarët në Greqi ndahen në 3 kategori: shqiptarët ortodoks, emigrantët, shqiptarët që jetojnë në arsye pune dhe shqiptarët e çamërisë. Shqiptarët ortodoks konsiderohen se janë kryesisht të helenizuar, ndërsa numri i emigrantëve shqiptar në Greqi vlerësohet mbi 400.000 persona. Numri i shqiptarëve të çamërisë vlerësohet rreth 100.000. Për shkak të dëbimit të rreth 30.000 shqiptarëve çam pas vitit 1945, edhe sot të kësaj dite, her pas here lindin tensione midis Tiranës dhe Athinës.
Shqiptarët e Çamërisë, me qëllim që të bëjnë të njohura në botë masakrat dhe dhunën që u është ushtruar dhe për të krijuar opinion publik, kanë ndërmarrë disa nisma organizative. Shqiptarët Çam që u detyruan të shpërngulen në Shqipëri, u organizuan menjëherë në emrin Komiteti Antifashist Çam, duke i shkruar institucioneve ndërkombëtare dhe duke paraqitur tragjeditë e tyre, si dhe duke kërkuar mbështetje për çështjen e tyre. Me kalimin e Shqipërisë në sistemin shumë partijak, në janar të vitit 1991, ata themeluan shoqatën patriotike politike të Çamërisë, përmes të cilës kanë vazhduar përpjekjet e tyre në organizata dhe forume ndërkombëtare për të kërkuar zgjidhje për çështjen e tyre. Nga viti 1995, me anëtarësimin e çamëve në organizatën e kombëve dhe popujve të pambrojtur me seli në Hagë, janë ngritur shpesh shqetësime për politikat sistematike të presionit ndaj tyre dhe është akuzuar Greqia për këto praktika. Në këtë kuadër, çështja e Çamërisë u diskutua në janar të vitit 1995 në Hagë, në Asamblenë e Përgjithshme të kësaj organizate. Në sesionin e 5 u miratua rezoluta numër 1995/12, ku theksoheshin këto pika: kthimi i çamëve në trojtë të tyre, njohja e të drejtës së pronës dhe njohja e të drejtave ndërkombëtare që burojnë nga marrëveshjet dhe dokumente ndërkombëtare. Në tekstet thuhet se Greqia ka kryer veprime të rënda ndaj shqiptarëve të Çamërisë, përfshirë masakra, konfiskim pronash, mohimin e identitetit etnik dhe pretendime territoriale në jug të Shqipërisë në emrin e Piri i Veriut. Gjithashtu përmendën presionin ndaj qeverisë shqiptare në lidhje me minoritetin grek dhe trajtimin e emigrantëve shqiptar në Greqi. Sipas këtij interpretimi, diskriminimi nuk ka prekur vetëm çamët, por edhe grupet e tjera si shqiptarët e Maqedonisë, vëllehët dhe hebrejt, duke treguar një problem të gjerë të përjashtimit dhe pabarazisë. Në përfundim, çamët kërkojnë nga komuniteti ndërkombëtar që Greqia, si shtet anëtar i Bashkimit Evropian, të njohë historinë e Çamërisë, të lejojë vizitat në trojtë të tyre dhe të njohë të drejtat e pronësisë së tyre. Po ashtu kërkohet që organizata ndërkombëtare si OKB, BE dhe OSBE të mos e injorojnë këtë çështje dhe të kontribuojnë në zgjidhjen e saj. Në tekste theksohet se trajtimi i drejtë i këtyre çështjeve lidhet edhe me vlerat morale dhe filozofike të qytetërimit evropian. Dhe autori, docent doktor Mete Kan Kajnar, vazhdon me pjesën e 6 si pjesa përmbledhëse përfundimtare. Dhe thekson: sipas Athinës, në Greqi nuk ekziston një çështje Çamërisë. Zëdhënësi i ministrit të jashtëm Panos Beglitis në përgjithësi të një pyetje ka deklaruar se çështja e çamëve është një problem që nuk ekziston. Disa qarqe që duan të kontribuojnë në destabilizimin e rajonit e nxjerrin në pak këtë çështje të paqene. Këto çështje janë zgjedhur nga historia. Sipas këtij qëndrimi, zhvillimet e fundit në Kosovë dhe Maqedoni nga Athina interpretohen si rreziku i 2.5 Shqipërive. Me këtë nënkuptohet krijimi i një zone të dytë shqiptare përveç Shqipërisë, për shkak të rritjes së popullsisë shqiptare nga Kosova dhe Maqedonia, si dhe mundësia që edhe Çamëria të shndërrohet në një gjysmë shteti. Megjithatë, sipas parimeve të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe politikave të Bashkimit Evropian, një frikë e tillë konsiderohet e pabazuar. Në të njëjtën kohë, teksti thekson se Greqia, e cila po përballet me vështirësitë ekonomike dhe ka humbur një pjesë të fuqisë së saj ekonomike dhe politike, nuk duhet të harrojë zhvillimet nacionaliste në Ballkan dhe aspiratat historike shqiptare. Gjithashtu thuhet se qëndrimi i Greqisë për të injoruar ekzistencën e çamëve dhe për të mos njohur çështjen e tyre pengon krijimin e një baze ligjore për zgjedhjen e problemit. Mungesa e kësaj baze ligjore rrezikon që çamët të shtyhen drejt formave më radikale të kërkimit të drejtave të tyre. Në përfundim, teksti e paraqet çështjen e Çamërisë si një problem të pazgjidhur politik dhe historik, i cili mbetet i hapur në marrëdhëniet mes Greqisë dhe Shqipërisë. Megjithatë, sot shqiptarët e Çamërisë vazhdojnë të kërkojnë të drejtat e tyre dhe kthimin në vendlindje përmes shoqatës patriotike politike të Çamërisë e krijuar në Tiranë në vitin 1991 pas rënies së regjimit stalinist në Shqipëri. Një zhvillim i rëndësishëm në këtë drejtim është edhe vendi i Kuvendit Popullor të Shqipërisë, i cili më 30 qershor 1994 shpalli zyrtarisht 27 qershorin si dita e përkujtimit të gjenocidit të Çamërisë. Po ashtu, edhe parlamentet e Shqipërisë dhe Kosovës kanë miratuar me unanimitet që 27 qershori 1944 të njihet si dita e gjenocidit të Çamërisë. Në kundërpeshë, teksti thekson se Greqia, e cila sipas autorit nuk ka nxjerrë mësime nga ngjarjet historike,
ka vijuar për dekada me politika dhe aktivitete kundër vendeve fqinje, si Turqia. Sipas këtij qëndrimi, Greqia ka ngritur çështje historike që lidhen me popullsinë greke të Anadollit dhe ka shpallur data përkujtimore për këto ngjarje të ndryshme historike, si 19 maj si dita e përkujtimit të gjenocidit të Pontit, 24 prilli si dita e përkujtimit të gjenocidit armen, 14 shtatori si dita e përkujtimit të gjenocidit të Azisë së Vogël. Në këtë kuadër, teksti sugjeron se edhe Parlamenti i Turqisë TBMM, Turkbuyuk Millet Meclisi, duhet të shpallë 27 qershorin si dita e përkujtimit të gjenocidit të Çamërisë, në përputhje me vendimin e Shqipërisë dhe Kosovës. Në përfundim thuhet se shqiptarët e Çamërisë në Epir u përballen me një dhunë të rëndë gjatë luftës së dytë botërore, e cila në tekst cilësohet si një krim i rënd kundra njerëzimit. Sipas autorit, këto ngjarje nuk duhet të harrohen dhe duhet të hetohen dhe të ndëshkohen përgjegjësisht, pasi kjo konsiderohet një detyrim moral dhe njerëzor. Pra miq, sot pama për shkrimin dhe për mbledhjen e profesorit turk mbi çështjen e Çamërisë. Meqense kanë kaluar 82 vite nga masakra e Çamërisë, akoma dhimbjen e tyre e ndjejmë ndërmjet historive që shfaqin bijtë e çamëve të masakruar.